Mëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin e Kosovës. Austria është shpallur fituese e edicionit të 69 të Eurovision Song Contest. Me një performancë mbrenslënse, këngëtari nga ky vend siguroi fitoren mbrëm në natën finale të këtij festivali që si vjet u mbajt në Basel të Zvicrës. Me 436 pikë të mbledhura nga jurit profesionale dhe votat e publikut, a i la pas 25 vendet e tjera garuese. Kështu këngëtari Johannes Piec i siguroi Austrisë organizimin e edicionit të ardhshëm të festivalit për të dytën herë brenda 10 vitesh. Kjo është fitoria e tretë e Austrisë në Eurovision përgjatë gjithë pjesëmarrjes së këtij vendi në këtë garë muzikore. Derisa pranoi trofeun, 24 vjeçari tha se bota ka nevojë më shumë për dashuri. E mbrëmja finale e Eurovision 2025 ishte spektakulare, ku nuk munguan edhe surprizat të shumta muzikore, sidoqoftë vëmendja ishte e përqendruar tek gara muzikore. Derisa Austria fitoi këtë festival, në vendin e dytë është renditur Izraeli me 357 vota, ndërsa në të tretin Estonia me 356 vota. Shqipëria u përfaqësua nga grupi Shkodra Elektronike me këngën Zjerb, e cila rezultoi të jetë mjaft e pëlqyer nga publiki pasi me votat e tij u radhët në vendin e 8 me 218 nga 26 vendet pjesëmarrëse. Sidoqoftë, rekordin për radhitjen më të mirë në Eurovision vazhdon ta mbajë Rona Nishliu me këngën Sus, me të cilën përfaqësoi Shqipërinë në vitin 2012 e kuzuri vendin e 5. Në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë, presidenti francez Emmanuel Macron, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Rama, ka shfaqur shpresën se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të rinisë në javët e ardhshme. Ndërkohë, presidenti Vjosa Osmani ka vlerësuar të rëndësishme takimet me presidentin francez Emmanuel Macron dhe atë të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në kuadër të këtij samiti. Takimi me Macron, presidenti a cilësoi si një mundësi për të riafirmuar vizionin e përbashkët për integrimin euro-atlantik të Kosovës, ndërkaq presidentin turk Erdogan e vlerësoi si mik të palëkundur të Kosovës. Pikërisht gjatë samitit në Tiranë, presidenti serb Aleksandar Vučić u pyet nga gazetarët për shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në Lugin. Megjithatë, ai nuk u përgjigj, ndonse shqiptarët atje vazhdojnë të përballen me diskriminim. Qeveria e Serbisë vazhdon të mos e zbatoj planin që e kishte miratuar në vitin 2013, ndërsa për të rinjt në Lugin studimet vazhdojnë të jenë problem. Për herë të 17 ka dështuar dje konstituimi i legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Vetëvendosje propozoi që deputetët në vazhdimin e seancës konstituive të mblidhen një herë në javë, por opozita e kundërshtoi, duke e quajtur shkelje të rregullorës dhe mungesë seriozitetit të vullnetit në procesin e konstituimit të Kuvendit. Përpjekjen tjetër për konstituim të Kuvendit për të 18 herë deputetët do ta bëjnë nesër. Mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt, saktë dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk live.com. Ju falenderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.